njerëzit, elhamdulillah, dëshmojnë imanin e vetë me realizimin e agjerimit. Por, i shohim në për restorane, i shohim në për mbledhime, i shohim në për iftare, në për ftesa dhe tubime, thirë e zani akshamit, kejtë, elhamdulillah, qilin me hurëm duke thonë, Allahume leke sumtu, wa bike amantu, ala rizqike aftartu, o Allah, ti të kemi besu, me rizkin tanë, po qenë mi iftar dhe agjerimin e kemi bo për ti. Dhe pasi të mbushë stomakun me buk, pasi të mbushë stomakun me pije, e haron Allahun dhul gjelalit. Dhe qohën disa njerëzin në për restorane, qohën disa njerëzin në për ftesat shpijes, ta falin namazin akshamit, tjerë bëjnë muhabet e kallin cigaren, sikur mos me konë që këto të agjerushëm që ishin pak ma herët. Sikur mos me konë që këto që e besojnë Allahin, që thanë Allahume ti të besojnë. Allahume për ti agjerum. Allahume për me rëskin ta një iftar po qenë. Akshamin po qenë, po qohët, disa njerëzim u falë, atë tjerë po rinë, po bëjnë muhabet me gra, me bura, asnja nuk livis. Dhe kjo është dukuri shumë e keqe që është prezente sot në shoqërinë tonë. O vëllezër, çaj Allah që të ka thonë me agjeru, çaj Allah të ka thonë edhe akshamin me e falë. Bile ma e preferueshme, çka është, me qenë me një hurmë, me falë një herë akshamin, një gotë ujë, një hurmë, ta falish akshamin, masane ulu. Dhe kjo është në aspektin e medicinës, në aspektin shkencor, kjo është shumë ma e mirë dhe ma e shëndetshme se sa me ngop edhe me ngarku vetën me ushqimit. Dhe kjo është prezent, o vëllezër, që duhet ta pranojmë na dhe ta ndryshojmë. Ramazani e ka rolin e vetë që ta ndroje muslimanin, ta ndroje prej ahlakit të keq, prej sjelljes të keq, prej moralit të keq, prej veprave të këqija ta transferoje në vepra të mira, në ahlak dhe në sjellje dhe në karakter të mirë. Në qoftë se janë qu njerëzit për me falë namazin, mos prit ftesë për ti, se fjala hayya ala sala, në ezan apo në ikamet, do me thonë eja në namaz. Nuk thot eja në qorb, nuk thot eja në pleskavice dhe në stek, se po keshin të gjemati, kërë bëj thamë ato pleskavicet, na u kanë bëhe gjelë, stekat, pele Allah e dhe shfarë mishi është, na u bon kria pleskavice dhe stek 30 ditë Ramazan, apo 29 ditë Ramazan. O dhezër nuk të hik buka, as pjata, as porcione, e jotja, alhamdulillah, me kom për para, i kam shumë, me një tepsi, gop, deri se ja këthi ti, s'ka met as një sen. Ama tash është në porcion, se pëtutësh, nuk të hika ja. Ose haje atë, edhe drejtoju Allahu dhul gjelal me namaz dhe me falenderim, që Allahu ta ka bon të mundshme të jesh musliman agjerues. Parashtrohet pyetja, a pranohet agjerimi pa namaz? A pranohet agjerimi pa namaz? Dhe dietarët, që unë nuk jam pozicion të përcjellja çka ka thonë dietar se është eron për xhamatin tonë, se është bajgi eron, mesele eron, se me nismë i kallëzue, si ka thonë Hazreti Ebu Hanifja, Imam Shafia, Imam Maliki, Ahmed ibn Hanbeli, është mini herë ai çka ta agjeron, si se fal akshamin duhet me shtimburg. Që kështu thojnë ato, djetarët e mëdhoj, kitapat e mëdhoj, që kështu thojnë, mini era, e nuk e falë, ashtu ne tupi cigare, nuk doj, afrot jacia, nuk livis, ne aprangat edhe burgose. Mini herë është në burg, pëse s'do të falë namazin. Dhe kjo është një vërejtje shumë e qëllume prej xhamatlive, Zoti e shpërblef Allahun tonë prej xhamatit që na potencoj këtë vërejtje që duhet ta përcjellni deri te xhamati. Edhe shka është e dhimbshme, xhamati jonë ishin një iftar, unë isha në salon, gjysa e xhamatit u çu, gjysa s'u çu. Edhe ato më thanë, vëllabas, e ki xhamatin e fortë. E ki xhamatin e fortë. Edhe unë nuk e pranoj xhamatli një njeri që nuk e fal namazit. As ditën e kiametit kur ta vese Allahu kanë ki pas imam hoxh, kanë ki pas lider, mos thojë se ku pas vëllabas, se unë pikë këtu jam të thonë, ai i cili nuk e fal namazin, largohet mbrojtja, mëshira, rahmeti, kujdesi Allahut mbi atë. Që duhet me konë, eron, valla eron, e di. Ama namazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosit e fundit në shtratin e vdekjes. A më ne paramendoni Resulullahin alaihi salatu wasalam, shtrat. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i shtrim. Resulullahi me temperaturën më të lartë që mund e posedon një njeri në kokën e vet. Tu gjeg për temperaturës e ngreti gishtin tha as-sala. Kështu tha, as-sala 3 herë. Tha po ju e ulo emanet namazin.
po ja ulo emanet namazin, po ja ulo emanet namazin, wa ma malakat aymanukum, dhe po ja ulo emanet të kujdesni mirë ndaj ative që i keni nën pronë, gratë ju. Kujdesuni mirë. Kujdesuni mirë mos e re. Wallahi billahi kesh dëshmitar para disa ditëve, njoni Ramazanli, pas namazit i qindijës, para krejt njerëzve i mshojnë shpull, grëzve, pa asnjë lloj nevoje. Edhe ajo gruaja hinën me daje, gruaja ta lënë e se e ka zonë Ramazani. Ramazani se zë kërkan, me e zonë Ramazani ai të bëhet me laçja, ai si mshon kërkujna. Po e ka zonë dohani, e ka zonë nefsi, e ka zonë egoja, i ka ip në qafa shejtani vogël, dhe ai mshon flakaresht, i mshon shpull grëzvet. Që do me thonë nuk e kemi temën nati, por pa namaz o vëllezër nuk mund është të jesh as xhamati dikujt. E jo të jesh musliman. Hazreti Omerin kur e therrën me thik në mihrab, kur e therrën me thik, e veti tha as-sallan nas. A u falën marrë njerëzit? Than po ja Emirul Mu'minin, sa e hupi vetën. U alivanos, rat fikt, që e theri 7 herë me hanxhere, me thik, që ishte e lim me helmi cili ja pruni vdekjen, u bo sebeb që të bëhet Hazreti Omeri shahid në mihrab. Tha as-sallan nas prap. Tha e fal njerëzit, than po ja Amirul Mu'minin. Nejti prap tha as-sallan nas, a janë fal marrë njerëzit se namaz mos ta prishet dikush namazin se ka dek Hazreti Omeri, namazi është shumë punë më e madhe. Tha as-sallan nas, tha po o Amirul Mu'minin, o prijesi muslimanëve, janë fal. Tha la hadha fil islam. Në një divija. Mësoj dikush më sënë Mulla Abazi tha. Jo, Hazreti Omeri tha. Tha la hadha fil islami limen taraka as-salah. Nuk ka vend dhe hise në islam për atë i cili nuk falet. Për atë i cili e kalon namazin, nuk ka hise në islam. Për atë arsye të kemi kujdes dhe të jetë ajo inshallah këshill për këtij vllau te ne, si o xhallar dhe te xhamati si xhamatli musliman që ndjekmi fenë e madhe islame.